Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf, apelon për një ekzekutiv me mandat të plot në Prishtinë. Kjo qeveri, sipas Rudolf, duhet të jetë në gjendje të përfaqësojë Kosovën ndërkombëtarisht dhe të marrë vendime brenda vendit. Viti i kaluar ka dëmtuar reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe vendi nuk mund të përballojë humbjen edhe të një viti tjetër, nënvizon ambasadori i Gjermanisë në Kosovë. Rudolf ka kërkuar angazhim të fortë ndaj dialogut të normalizimit të hequr nga Bashkimi Evropian, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes të të gjitha komuniteteve në një Kosovë multietnike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut paralajmëroi se përfshirja e bullgarëve në kushtetutë nuk është kërkesa e vetme, por rikufizimi plot i identitetit maqedonas. Reagimi i kryeministrit Istra Mickovski erdhi pas thirrjeve të Ministrisë së Jashtme bullgare për ndryshimin e kushtetutës dhe hapjen e negociatave për anëtarësim. Mickovski bëri thirrje opozitës për bashkim në çështjen ndaj Bullgarisë dhe në mbrojtje të interesave kombëtare maqedonase, por këto janë ditë kur duhet të falim, të bashkohemi, të bëhemi bashkë si popull dhe si kom. Mendoj se përfundimisht si popull do të kuptojmë se pa dallim, nëse jemi në pushtet apo opozit, për disa çështje thjesht duhet të jemi bashkë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Kryetari i LSDM-s maqedonase Venko Filipçe me rastin e urimeve për festën e Krishtlindjes Ortodokse kërkoi të rinjtë ta shohin të ardhmen në vendin e tyre. Në të kaluarët zbatuan politika që qytetarët vërtet mund ta ndjenin për të jetuar më mirë, më të sigurt dhe më të pasur. Të rinjtë duhet ta shohin të ardhmen këtu. Zbatuan politika që i përshtaten shoqërive të zhvilluara, një shoqëri në të cilën askush nuk do të ndihet më pak i vlefshëm pavarësisht nëse është etnik, kombëtar, fetar apo kulturor, tha kryetari i LSDM-s Venko Filipçe përpara katedrales në Shkup. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Demokratike e Shqipërisë kërkon shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të përmbytjeve. Një konferencë për shtyp Sali Berisha shpreh se kryeministri nuk e shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore, vetëm se nuk do të dëshpërblej me mira familje të prekura. Nga Gjirokastra djerë në Shkodër janë mira banesa të tjera, biznese, fabrika të cilat kanë pësuar dëme të pa rikuperueshme. Partia Demokratike kërkon me njëherë shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore në këto zona. Ishte Sali Berisha. Rreshtet e Borës dhe akulli në Francë shkaktuan bllokime të mëdha në trafikun rrugor, pezullim të linjave të autobusëve dhe anullimin e rreth 100 fluturimeve në aeroportet e Parisit. Bllokimet në trafikun rrugor në rajon arritën 535 km këtë mëngjes, ndërsa trenat u vonuan dhe disa u anulluan për shkak të borës mbi shinat. Rreth 140 fluturime u anulluan në aeroportet e Parisit, në Charles de Gaulle dhe Orly. Ministri i Transportit Philippe Tabarot paralajmëroi udhëtarët për mundësinë e ngrirjes së shiut dhe bëri thirrje për kujdes në të gjithë vendin. Si përgatitje për rreshtet e Borës, komunat vendosën shpërndarë skripe që herët në mëngjes, ndërsa punojësit lokal punuan për pastrimin e rrugëve për të minimizuar pasojat e motit keq. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.